5 shenjat që do të kenë më shumë fat të ejnëten më 2 korikë. Në këtë ditë qelli pëson një ndryshim mjaft të ndjeshëm të energjisë. Hëna hyn zyrtarisht në shenjën e peshqve dhe bashkohet në një konjuksion të fuqishëm me Saturnin, ndërkohë që formon një sekstil mjaft harmonik me diellin te Gaforia. Ky konfigurim i elementit të ujit sjell një valë të madhe intuite, pjekurie dhe mbrojtjeje kozmike për disa shenja specifike, duke u dhënë mundësi të kthejnë ëndrat në struktura konkrete. Këto janë 5 shenjat më të favorizuara. Le t'i ndjekim. Shenja e parë është peshqit. Hëna hyn zyrtarisht në shenjën tuaj dhe bashkohet me Saturnin, duke ju kthyer në udhëheqësin absolut të kësaj dite. Ky tranzit ju dhuron një karizmë mjaft të pjekur, seriozitet dhe një kontroll të plot mbi rrethanat rreth jush. Pra, në planin profesional, çdo projekt apo lëvizje e pavarur që kërkon disiplinë do të ketë një mbështetje të jashtëzakonshme, duke ju hapur dyer për kontrata mjaft fitimprurse afatgjata. Në sferën sentimentale, prania juaj rrezaton siguri dhe një sharm magnetik që i bën të tjerët t'ju ndjekin dhe t'ju besojnë verbërisht, duke forcuar lidhjet ekzistuese. Gaforia, dielli në shenjën tuaj formon një aspekt të mrekullueshëm me Hënën dhe Saturnin te Peshqit, duke aktivizuar shtëpinë tuaj të nëntë të horizonteve të reja. Kjo ditë e ejnëte ju sjell një mbrojtje të fuqishme kozmike dhe një intuit mjaft të mpret për të zgjeruar projektet tuaja, posaçërisht ato që lidhen me anën online apo bashkëpunimet me jashtë. Çdo vendim që merrni ka një qëndrueshmëri të madhe financiare për të ardhmen. Në dashuri kërkoni dhe gjeni biseda me kuptim të thellë, duke krijuar një harmoni dhe paqe të jashtëzakonshme shpirtërore me partnerin. Duket se 2 koriku favorizon më shumë shenjat e ujit. Shenja e tretë më me fat është akrepi. Ky konstelacion i pastër i elementit të ujit formon një trim të artë me shenjën tuaj, duke aktivizuar shtëpinë tuaj të 5 të fatit dhe biznesit personal. Ndjeni plot forcë të brendshme, frymëzim dhe gjak ftohtësi për të zgjidhur çdo sfidë me mjaft sukses. Nëse merreni me krijim përmbajtje, prezantime apo investime strategjike, sot idetë tuaja do të priten me entuziazëm të madh dhe do të sjellin përfitime konkrete materiale. Në aspektin e romantizmit, magnetizmi juaj është në kulm, duke sjellë surpriza mjaft të këndshme dhe takime me njerëz mjaft të pjekur. Demi, Hëna dhe Saturni te Peshqit ndriçojnë sektorin tuaj të 11 të miqve, aleancave profesionale dhe projekteve afatgjata. Ky tranzit ju sjell një fat të madh përmes njerëzve besnik dhe rrethit tuaj shoqëror. Është dita e duhur për të marrë një rol drejtues në një grup apo për të strukturuar plane buxhetore mjaft realiste, që do t'ju rrisin kapitalin në muajt në vijim. Në sferën sociale dhe atë të dashurisë, diskutimi për qëllime të përbashkëta dhe mbështetja nga njerëz me përvojë të madhe do t'ju falë një ndjesi të fortë sigurie. Dhe shenja e 5 është Virgjëresha. Edhe pse Hëna pozicionohet përballë shenjës suaj, bashkimi i saj me Saturnin në shtëpinë 7 diellore kthehet në një avantazh të madh për ju. Kjo ejnëte sjell një fat të veçantë në nënshkrimin e kontratave zyrtare, negociatave dhe marrëdhënieve me klientët. Profesionalizmi dhe serioziteti juaj do të vlerësohen maksimalisht, duke ju siguruar marrëveshje mjaft të qëndrueshme në biznes. Në sferën sentimentale, është dita perfekte për të folur për përgjegjësitë e përbashkëta dhe për të forcuar themelet e lidhjes mbi baza mjaft reale dhe besnike.